Në Tiranë të ditë nga Durrësi, kur erdhën 4 të plagosurit që vinin nga një fest, kanë hyrë 2G klasë të zeza. Kanë qenë në një makinë 4 vetat që janë të plagosur dhe një makinë tjetër fëmijë, familjarë, biznesmen. Tani, G klasa e të plagosurve ka hyrë për t'i dalë dhe për të shmangur paka të trafikun që është afër qendrës tregtare në juglindje, ka hyrë në Unazën në drejtimin verior, Unazën e Tiranës. Ndërsa G klasa tjetër hyrë në Unazën jugore. Është përshkruar Unaza veriore nga lart, nuk është futur tek rrotullimi i tegut, por është një nënkalim përpara. Është hera e parë që bëhen itinerar nga këta persona. Po ti je i mendimit që ka qenë nga 3 personi. Tani, unë nuk them që kjo gëja tjetër që ka qenë një itinerar, gëja tjetër ka dashur qëllohet, sepse dhe aty kanë qenë personazhe, fëmijë, familjarë të biznesmenëve, që nuk kanë probleme ose konflikte, dhe ata janë pyetur, që do ta dish. Problemi është që aty është një gë e tretë, është një gë e katërt dhe një gë e pestë. Janë 5 atentati vrasës ndaj një familjar të një. Gjë është sigurt e faktuar që gëja e bashkëshortes së Rana Ibrahimit nuk ka qenë, do ka qenë lesh. Kjo është faktuar me provë. Tani gëja e tretë nuk thuhet, sepse gëja e tretë është një personazh i tjetër problematik. Gëja e katërt nuk thuhet se është një personazh që është në kërkim, e që rinë ato rezidencë lartë, për se ka shumë aty. Aty vërtet i kanë ca në djerës ato vila që i kanë bërë dhe i kanë blerë, biznesmen që nga në dhjetë e tjere, po janë sa të tjera aty që i kanë me drogë, i kanë blerë me drogë, rinë dhe me qira. Strehohen aty edhe